Kjo nuk është thjesht një histori, është një dëshmi. Dëshmia e një gruaje që kaloi në përdhimbje që askush nuk i pa. Ajo u thye, u lodh, dhe në një moment mendoi se gjithçka kishte marrë fund, por ajo që nuk e dinte ishte se Zoti e kishte zgjedhur, jo kur ajo ishte e fortë, por kur ishte në pikën më të dobët. Dhe ajo që ndodhi më pas ndryshoi jetën e saj përgjithmonë. Qëndro deri në fund, sepse kjo histori mund të jetë edhe për ty. Ajo ishte një grua e zakonshme. Nuk ishte asgjë të jashtëzakonshme në jetën e saj. Të paktën kështu mendonin të tjerët. Çdo ditë dukej e njëjtë, e mbushur me përgjegjësi, me lodhje dhe me një heshtje që askush nuk e kuptonte. Ajo buzëqeshte përpara njerëzve, por brenda ajo po luftonte, sepse kishte ëmbra që nuk u realizuan, lutje që nuk morën përgjigje, dhe një zemër që ishte lodhur duke pritur. Ndonjëherë ajo pyeste veten në heshtje: a më sheh Zoti mua? Sepse ndonjëherë ndihej e padukshme, si të mos kishte rëndësi. Por ajo që nuk dinte ishte se në çdo moment ajo ishte duke u vëzhguar, jo nga njerëzit, por nga Zoti. Dhe çdo gjë që ajo kishte kaluar ishte duke e përgatitur për diçka që ajo as nuk e imagjinonte. Me kalimin e kohës, gjërat nuk u bën më të lehta, përkundrazi, u bën më të rënda. Problemet filluan të shtohen një nga një. Vështirësi në shtëpi, mungesë paqeje, dyer që mbylleshin pa paralajmërim. Dhe çdo herë që ajo mendonte se diçka do të përmirësohej, ndodhte e kundërta. Ajo filloi të ndjehej e bllokuar, si në një rrugë pa dalje. Netët u bën më të gjata, mendimet më të rënda dhe lotët më të shpeshta. Por ajo nuk fliste me askënd, sepse kishte mësuar të mbante gjithçka brenda, duke u përpjekur të jetë fortë, edhe kur brenda po thyej. Dhe në heshtjen e saj, ajo vazhdonte të lutej, edhe pse ndonjëherë lutjet e saj ishin vetëm lot. Por ajo që nuk dinte ishte se çdo lot po dëgjohej, dhe çdo dhimbje po kishte një qëllim më të madh. Dhe një natë gjithçka arriti në kufi. Ishte një nga ato net kur heshtja bëhet e rëndë. Ajo ishte vetëm, pa zëra, pa ndihmë, pa përgjigje. Dhe për herë të parë, ajo nuk kishte më forcë. Ajo ul dhe filloi të qaj. Jo si zakonisht, por si dikush që nuk ka më çfarë të mbaj brenda. Lotët rrifnin pa ndalur. Dhe në mes të asaj dhimbjeje, ajo tha diçka që nuk e kishte thënë kurrë më parë. Zot, nuk mundem më. Nuk ishte një lutje e gjatë. Nuk ishte një fjalim i bukur. Ishte thjesht e vërteta e saj. Një shpirt i lodhur që po dorëzohej. Dhe në atë moment, ajo mendoi se gjithçka kishte mbaruar. Se ndoshta Zoti nuk po e dëgjonte. Por ajo që nuk dinte ishte se pikërisht në atë moment gjithçka po fillonte. Pas asaj nate, asgjë nuk dukej ndryshe në fillim. E njëjta shtëpi, e njëjta letë, e njëjta heshtje. Por brenda saj, diçka kishte ndryshuar. Ajo nuk dinte ta shpjegonte. Nuk ishte një zë, nuk ishte një mrekulli e madhe. Ishte diçka më e qetë, një ndjenjë, një paqe e lehtë që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, si një frymëmarrje pas një stuhie të gjatë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk u zgjua me të njëjtin peshë në zemër. Problemet ishin ende aty. Asgjë nuk ishte zgjidhur ende, por ajo ndjehej ndryshe, sikur nuk ishte më vetëm. Dhe ndoshta, kjo ishte shenja e parë, sepse shpesh Zoti nuk fillon duke ndryshuar rrethanat, ai fillon duke ndryshuar zemrën. Dhe ajo që ajo ndjeu atë ditë ishte fillimi i diçkaje që do të ndryshonte gjithçka. Dhe pas disa ditësh, ajo filloi të vëre diçka. Gjërat e vogla po ndryshonin, jo në mënyrë të madhe, por mjaftueshëm për t'u ndjerë. Një bisedë që ndodhi pa pritur, një person që u afrua në momentin e duhur, një mundësi e vogël
që nuk ishte aty më parë. Dhe edhe pse për të tjerët, këto mund të dukeshin rastësi, për të ishin ndryshe, sepse ajo ndjeu diçka brenda vetes, si një zë i qetë që i thoshte: vazhdo. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo filloi të shpresoj përsëri, jo me zë të lartë, por në heshtje, sepse ajo kishte frikë të besonte shumë, por diçka brenda saj po i thoshte se këtë herë ishte ndryshe, sepse kur Zoti fillon të lëviz, ai shpesh fillon me gjërat e vogla, dhe ato gjërat e vogla janë shenjat që mrekullia është në rrugë. Dhe ndërsa ditët kalonin, ajo ndjenjë nuk u largua. Përkundrazi, u bë më e fortë, si një siguri e heshtur që diçka e madhe ishte shumë afër. Edhe pse ajo nuk e dinte çfarë, ajo e ndjente. Gjërat rreth saj vazhdonin të lëviznin. Situata që dikur ishin të bllokuara filluan të hapeshin pak nga pak, jo menjëherë, por mjaftueshëm për të parë një dritë. Dhe çdo ditë ajo filloi të zgjohej me një ndjenjë të re, jo më me peshën e rëndë të së kaluarës, por me një pritje të qetë, si dikush që e di se diçka po vjen. Sepse kur Zoti është gati të bëjë diçka të madhe, ai fillon të përgatis gjithçka rreth teje. Ai hap rrugë, ai vendos njerëz, ai ndryshon situata. Dhe ndoshta ajo ishte pikërisht në atë moment, në prag të diçkaje që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Dhe një ditë, ajo e kuptoi diçka që ndryshoi gjithçka. Kjo nuk ishte thjesht një periudhë e vështirë. Nuk ishte thjesht një fazë e jetës. Ishte përgatitje. Sepse jo të gjithë kalojnë nëpër atë që ajo kishte kaluar. Jo të gjithë mbajnë atë peshë dhe vazhdojnë të ecin. Dhe në atë moment, ajo ndjeu diçka thellë brenda vetes. Jo një zë me fjalë, por një kuptim i qartë. Ajo ishte zgjedhur. Jo sepse ishte perfekte, jo sepse ishte më e fortë se të tjerët, por sepse nuk u dorëzua plotësisht. Edhe kur ishte në kufi, ajo vazhdoi të qëndronte. Dhe ndoshta, kjo ishte ajo që e dallonte. Sepse kur Zoti zgjedh dikë, ai nuk shikon vetëm atë që je tani. Ai sheh atë që mund të bëhesh. Dhe gjithçka që ajo kishte kaluar, ishte duke e përgatitur për diçka shumë më të madhe. Dhe ndërsa ajo reflektonte mbi gjithçka që kishte kaluar, filloi të shihte diçka që më parë nuk e kishte kuptuar. Ajo nuk kishte qenë kurrë vetëm, edhe në ato net të gjata, kur mendonte se askush nuk e dëgjonte, dikush ishte aty. Edhe kur ajo qante në heshtje, kur nuk ishte më fjalë për t'u lutur, dikush po e dëgjonte. Dhe jo vetëm kaq, ai po e mbante. Sepse kishte momente kur ajo mendonte se nuk do të vazhdonte më, por megjithatë, ajo vazhdoi. Dhe tani ajo e kuptonte pse. Sepse forca që kishte ndjer nuk kishte ardhur vetëm nga ajo. Ishte një dorë e padukshme që e kishte mbajtur në çdo hap, një prani e qetë që nuk u largua kurrë. Dhe ndoshta, kjo ishte mrekullia e parë, jo ajo që po vinte, por fakti që ajo kishte arritur deri këtu. Dhe pastaj erdhi ai moment. Një moment që ajo nuk e kishte planifikuar, një moment që nuk e kishte imagjinuar. Ishte një ditë e zakonshme, derisa nuk ishte më. Një telefonat, një mundësi, një derë që u hap papritur. Dhe në pak sekonda, gjithçka që kishte qenë e mbyllur për kaq gjatë, u hap. Ajo që dikur dukej e pamundur, u bë reale. Dhe ajo mbeti pa fjalë. Sepse nuk ishte thjesht një zgjidhje, ishte më shumë se kaq. Ishte përgjigja për të gjitha ato vite pritjeje, për çdo lot, për çdo natë pa shpresë. Dhe në atë moment, ajo e kuptoi. Asgjë nuk ishte qenë e kotë. As një dhimbje, as një pritje, sepse gjithçka po e çonte drejt këtij momenti. Momentit kur e pamundura, ma në fund, troket në derë.
Dhe sot, kur ajo shikon pas, ajo buzëqesh ndryshe. Jo sepse gjithçka ishte e lehtë, por sepse tani ajo e kupton. Ajo e kupton pse duhej të priste, pse duhej të kalonte nëpër atë dhimbje, pse përgjigja nuk erdhi menjëherë. Sepse Zoti nuk po e ndëshkonte, ai po e përgatiste, po e forconte, po e ndryshonte, po e bënte gati për atë që po vinte. Dhe ajo që dikur dukej si fund, ishte në të vërtetë fillimi i mrekullisë së saj. Dhe ndoshta, nëse po e dëgjon këtë tani, kjo histori nuk është vetëm saj. Ndoshta është edhe e jotja. Sepse nëse ajo nuk u harrua, as ti nuk je harruar. Nëse ajo u dëgjua, edhe ti je duke u dëgjuar. Nëse e ndjen këtë në zemrën tënde, shkruaj në komente, unë besoj. Sepse ndoshta, ky është momenti kur gjithçka fillon të ndryshojë për ty.